Pak ditë para publikimit të listës së futbollistëve për ndeshjen e rëndësishme ndaj Serbisë në kualifikueset e Botrorit, trajneri kombëtar Silvinjo ka pse të shqetësohet. Nga një anë disa lojtarë po shkëlqejnë me paraqitjet e tyre para portës, por nga ana tjetër dëmtimet e zakonshme nuk po u ndahen kuqëzimve. Një nga emrat e fundit në listë me probleme fizike është ai i një prej zbulimeve të trajnerit të kuqëzimve, mesfushori Julian Shehu. Mesfushori është kthyer në një kohë të shkurtër në një pikë fikse në rreshtimin e kuqëzimve dhe padyshim kontributi i tij do të ishte i domosdoshëm ndaj Serbisë. Por në ndeshjen e së dielës në kampionatin polak ndaj Rakov, mesfushori shqiptar nuk u kthye në fushë pas pushimit të ndeshjes. Vetë klubi në komentin në faqen e internetit të tij pas sfidës thekson se Shehu nuk mund të vazhdonte më për shkak të problemeve fizike, duke detyruar trajnerin të bënte një zëvendësim. Një situatë që padyshim bëhet shqetësuese duke parë edhe dëmtimet e emrave si Ismaili, Kumbulla apo Hoxha para kësaj ndeshje shumë të rëndësishme për fatin e kuqëzimve në rrugtimin e Botrorit.